Hoq, a mundet njeriu më anku te Zoti me thon, unë nuk kërkova ti më mprun këtë dunjë, ti më mprune, më zhvillove intelektualisht, më rrite, i bona 60 vet, vdeka pa të besu ty, dhe tash po më dënon me miliona, pa kufi në xhenem. A mundet mua anku kështu? Nuk mundet mua anku. E para sepse ti kur erdhe në botë, nuk refuzove ardhmën në botë. Hajde kemi thonë jam i koni fëmijë, po i bën 15 vjet. Se lidhet edhe me kalu belan. Po, ajo është e para, domethënë punësinë aty sepse fufoni për një jo besimtar. Se besimtari që e din këtë momentin e takimit me Zotin si shpirt dhe pranimin e adhurimit të Zotit, kjo është arsye pse ka nxjerrë dunjë. Ka pranuar marrë dunjë. Po, domethënë jo, e ka pranuar me qenë Allahu Zoti i tij. Po. Edhe normalisht Allahu tash e qenë dunjë për me tregu se ti a e ke për një më apo e ke arrejn. Testim, fakisht dunjë është botë e testimit. Sikurse domethënë fakulteti ka domethënë ka mësim edhe ka provim. Edhe ti ke marrë mësimin ditën e krijimit të shpirtit. E tash e ke provimin këtu. Hajde ta shoh atë mësim që tha po me gjithë gojë tha. Kur i tha Allahu i madhëshëm elastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bela than gjithë se si ti je Zoti jon. Hajde në dunjë. Hajde në dunjë, ta shoh atë ekipën me këtë llaf apo veç se këtë e thanë e tha edhe ti. E kur po vim në dunjë këtu ne, atëherë po shifat se jo krejt na po e themi qalu belan në vazhdimsi. Dikush për neve për e tradhton, dikush për neve për e haron. Bile dikush për neve për e kundërshton. E normalisht ai s'ka drejt mos më thon o Zot pse më prunë ti në dunjë, se unë më paskon i pa krijuar, çka kishe vë? Ti s'kishe pas as problem as dënim. Se ti dush me im provim për me kalu ose me ra. Nëse nuk kem provim ti as nuk kalon as nuk bjer. Edhe kështu që ti nëse lip mos marrën dunjë, atëherë për ti s'ka as dëshkim as problem. Për ka ndëshkim edhe problem, për atë që ka në dunjë, ka him provim, kush ka kalu ka problem. Kush ka ra ka ndëshkim për te. Edhe andaj do thot nuk është argument i shëndosh as i saktë ajo që mund të më thonë ky njeri se pse më punon në dunjë e tash unë nuk besova tash kemi më dënuar ti. Kam dënuar se ti më dha besë kemi besu. Puna në dunjë nuk lash vetëm, ta dhash fitratin, ta dhash pejgamberin, ta dhash librin, ta dhash lodhit e jetës, që ti domosdoshmë të kesh argumente plus. Këtë ato i refuzova nuk deshte. S'kam çka më të bëj. Kjo është fundi jot që ti e ke zgjedh. Edhe andaj na i themi vazhdimisht njerëzve, do thot fundin ton na sot e mbjellim. Sot na do thot e shkaktojmë. Me punët tona që bëjmë. Nëse bëjmë punë të mira se jemi gjallë në dunjë, atëherë shpresja jonë është e madhe se në ahiret kena më shpërbly. Nëse janë kontë sinqerta. Nëse nuk kemi bërë punë të mëdha, punë të mira, atëherë me çka do fitosh ti xhenetin, kush është Allahu xhelal? A xheneti është malli i shtrenjtë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna silata Allahi al-ghaliya, ala inna silata Allahi al-janna. Malli i Allahut është i shtrenjtë. E malli i Allahut që ka nxjerr pazar është xheneti. E Allahu neve na jep xhenetin, e tjetër pra i cili xhenet tek ka atë që syri se ka pa, veshë se ka ndëgju, as që ka mujt me fantazu zemra njeriu. Do të ka diçka të jashtëzakonshme. E ti pra xhenet nuk mund kurrëzohet pas e thue, ma jep edhe një shans, masi ka ngalu këtë afatet, ose thue për shembull aftën që unë ani se s'kum besu tash ma jep më ke shpërblim, nuk shkon. Se drejtësia e Allahut e pengon. Se Allah është i gjithëmëshirshëm, është falës, ama është edhe i drejtë. E drejtësia e Allahut këtu ndërhyn. Atëherë jep sesit atë që meriton. Se ka njerëz që kanë marrë, kanë anku, kanë marrë se tu, kanë me gjet alibi pse çysh tek, mirë po drejtësia e Allahut ka më qenë ajo që ka më dominu. S'ka më shikuar në momentin e llogaritjes me sytë e rahmetit, po me sytë e drejtësisë. Që secilit të jepet çdo gjë që ka merituar. Andaj Allahu xhallahu përmend wa wudi'a mawazinul qist al-yawm al-qiyam. Adet do të vendoset peshorja e drejtë që ka më mot me drejtësi. Drejtësi e cila ka më mot edhe imësirat më të vogla që na për shembull kanë herë i bëjmë po i llogarisim se janë të rëndësishme. Sigurisht shikimi i fshehurazi, sigurisht prekja fshehurazi, sigurisht biseda në mungesë të personit e kështu me radhë. Këto janë veprime që na mendojmë se i bëjmë edhe masi se një kurkush, si shef kurkush, as Allah nuk i shef, nuk është e vërtetë. Allahu i madhëshëm i shef të gjitha. Andaj besimtari kur det para Allahut do habitet me regjistrin e veprave të mira, saqë do shef në regjistrin e tij të gjitha veprimet që ka bërë, të mëdha edhe të vogla. Edhe ka më thonë sikurse përmend Allahu i madhëshëm në Kur'an, mali hadha al-kitab, do të thotë njeriu çka ka në punën e këtij librit, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, që këtë punë e mia që kanë bërë, të mëdha dhe të vogla ti pas ka regjistruar. Këtë. E tash normalisht vazhdon ajeti kur thotë Allahu i madhëshëm wa ma yadhlimu rabbuka ahada, se Allahu nuk i bën padrejti askujt.
Tash drejtësia në pyetja. Andaj gjithë na do dalim para Allahut me veprat tona. Edhe sesi do shpërlet me shpërblimin sipas veprave që i ka. Se përndyshja atë nuk është drejtësi, se ti për shembull bën çka mos e pastaj pendohesh edhe do të bëhesh barabar me këtë që kur s'ka bëu gjëna, s'mbohesh. Se këtë Allahu e ngrit me sinqeritetin e tij, me angazhimin e tij, e ti normalisht e merr shpërblimin tan. Po ka mundësi me kalu dikant që është besimtar formal, është besimtar pa e shiju adhurimin, pa e shiju davetin, pa e shiju xhihadin, ky besimtar që pendohet, ama këto janë kategorizime që do të analizohen në kur flasim për pendimin dhe njerëzit dhe llojet e njerëzve gjatë pendimit.